Vazhdoni me qëndru me #Gjesin me qdashur, tash është koha për bisedën e parë në studio, ku do të flasim për një iniciativë nga shoqata Pepeko, të cilët përmes një platforme po synojnë që të cilin në fokus prodhimet vendore tek qytetarët në disa shtete të Kosovës, në shtetet kryesore të Kosovës. Me neve në studio do të flasim rreth këtij aktiviteti dhe projekti bashkë me Hartem Gashin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, kënaqësi me qenë në studio e juaj si gjithmonë. Faleminderit shumë Hartem, kënaqësi edhe për neve. Qysh je këto ditë, qysh kanë shku punët? Këto ditë shumë ngarkume, shumë punë teknike, shumë punë logjistike, po kur po shohim se qysh po na vjen produkti final, do të thonë po harrojmë lodhen, po harrojmë angazhimin edhe po shpresojmë që nga e hona do të kemi një punë shumë të mirë, do të kemi një aktivitet ndryshe, një aktivitet që është të bo për herë të parë, ashtu që përmende na e kena bo një platformë, një rimorkjo të kamionit, e kemi shëndru në një treg mobil, edhe e kemi qujtë tregun rrota, për arsye se ky treg do të lëviz në 7 kryeqendrat e Kosovës, për me pas mundësi që bizneset lokale të këtyre qyteteve edhe të rajoneve ti promovojnë produktet e tyre për konsumatorët e këtyre vendeve. Aktivitetin do ta fillojmë të honën nga ora 4 pasdite në sheshin Zahir Pajazitin Prishtinë, pastaj do të vazhdojmë me datën 22 në komunën e Mitrovicës, edhe atje në sheshin kryesor të qytetit, pastaj në Gjakov do të vazhdojmë në centër qyteti, në Pet, kërkoj falje me 24-tin, me 27-tin është Gjakova, me 29-tin është Prizreni, 31-tin është Ferizaj, edhe një gushti mbyllet kampanjën e komunën e Vitis, ka qenë planifikuar me Gjilani për shkak të punimeve që janë të ndërtu sheshin kryesor, atëherë kemi zhvendosur në një zonë më afër Gjilanit, në mënyrë që të mos kemi diskriminim krejt regioneve të Kosovës. Ideja është bizneset e këtyre zonave të promovojnë produktet të konsumatorët apo të qytetarët e këtyre qyteteve, me qëllim që qytetarët të njohin prodhuesit lokal, edhe të ndihmojnë atyre që të krijojnë lidhje të reja edhe të vazhdojnë pastaj të bashkëpunojnë edhe pasi që të kryet tregu në rrota. Po një mundësi shumë e mirë me tregu në rrota kësaj here që po shkon nëpër qytetet kryesore të Kosovës, sepse për shembull ndoshta shumë biznese që kanë nevojë me i promovu produktet e tyre nuk kanë nevojë marrë veç në kryeqytet, por tregu në rrota do të shkojë te ata edhe kanë më afër në shtetin e tyre me i promovu edhe produktet. Ideja e këtij tregu në rrota na ka lind qysh vitin e kaluar. Mirë po për shkaqe teknike të kushteve financiare neve si shoqat që i kemi kërku bashkëpunim në një prej bankave të vendit, bankën BBB, bashkëpunim me Bergjin, edhe kemi zhvillu këtë idenë e tregut në rrota. Po cila ka qenë arsyeja që e kena konceptu këtë aktivitet është kjo që e thatë. Ka ndodhur që në aktivitetet që organizojmë ne si shoqat, disa qytetarë se bizneset të tregtare të Mitrovicës jënë taku me prodhuesit e Mitrovicës në Prishtinë, pa e ditë që ata mund të takohen në qytet, do të thonë, edhe tregtari, edhe prodhuesi nuk e kanë njoft njëri tjetrin edhe pse kanë qenë në një qytet. Edhe për këtë qëllim na kena vendosur se të shkojmë në qytetet e caktuara, të ftojmë bizneset lokale të këtyre qyteteve, edhe në mënyrë që t'i ofrojmë mundësi që të njihen qoftë me tregtar, qoftë me qytetarët, edhe konsumatorët të aty në zonave, edhe kështu t'ju jepet mundësi që të krijojnë lidhje pastaj edhe t'i vazhdojnë bashkëpunimet edhe në të ardhmen. Kjo fillimisht është planifikuar këtë vit, është viti i parë që po testojmë. Realisht jemi shumë optimistë se do të kemi rezultate shumë konkrete, por sigurisht çdo herë ndonjë aktivitet kur bëhet për herë të parë mund të mos qenë edhe atraktiv, po besimi jonë që ky aktivitet ka më qenë jashtëzakonisht shumë interesant, edhe ka më qenë shumë atraktiv edhe për qytetarët edhe për bizneset. Kështu që po planifikojmë që këtë vit ta bëjmë 7 qytetet që i përmenda më herët, vitin e ardhshëm ta ndryshojmë, të vazhdojmë me të njëjtat kryeqendra, po të ndryshojmë qytetet. Për shembull, vend Prishtinës ta bëjmë Podujev, pastaj e bëjmë Skënderaj, pastaj e bëjmë në Deçan, pastaj e bëjmë në Rahovec. Domethënë, ideja është vitin e ardhshëm, nëse vazhdojmë këtë aktivitet që jem shumë i sigurt se do të vazhdojmë, domethënë të ndryshojmë qytetet edhe brenda 3 viteve, të mbulim gjithë komunat, gjithë qytetet edhe qytetet e Kosovës, në mënyrë që çdo vit të krijon
mundësi të reja të krijohen edhe lidhje të reja për prodhuesit lokal edhe për bizneset në ato zona. Po, për me shku që shtu në për shtetet tjera të Kosovës, apo ju duhet me bashkëpunu edhe me komunën, me folë, me marrë leje? Kjo është pjesa më e vështirë që e kemi hasë, do më thonë, teknikisht qasja në për sheshet kryesore për me pas ma shumë dukshmëri, është një prej sfidave që e kemi hasë. Me disa komuna kemi kalu shumë mirë, disa komuna kanë çështje edhe tjera përveç pëlqimeve komunale, janë zonat mbrojtura, kështu që kemi shumë sfida, pothuajse gjitha i kemi përfundu lejet, i kemi marrë gjitha pëlqimet, jemi në pritje vetëm dhe një kërkesë që e kemi dorëzu, edhe po besoj që edhe këto potencialisht sot do ta përfundojmë, por realisht kemi gjetë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me shumicën e drejtorive komunale, të urbanizmit, apo në varësi se kush i menaxhon lëshimin e lejeve cila drejtori, edhe kemi pas një bashkëpunim shumë interesant, qoftë me drejtorive të zhvillimit ekonomik apo kushdo që ka qenë përgjegjës, na kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Na kanë pritë shumë mirë, ju ka pëlqyer ideja, edhe pastaj na kanë dhënë edhe lejet, por çfarë është më rëndësishme është se javashme do të jetë shumë intenzive. Shumë komuna, përveç aktivitetit tonë që e kemi tregun me rrota, do të ketë edhe panajire lokale. Kështu që në disa qytete ne jemi bashkangjitë aktiviteteve që kanë qenë të paraorganizume edhe të planifikume për drejtorive zhvillimit ekonomik në këto zona, kështu që na do të jemi pjesë e shtuar ose vlerë e shtuar e aktiviteteve që janë të organizu edhe komunat përkatëse. Ndërsa krejt bizneset, për shembull që kanë qef me u bo pjesë një shoqate, të marrim shembull tash të shoqatës Pepeko. Çka ju ndihmon shoqata Pepeko bizneseve, sidomos bizneset e reja në treg? Shoqata Pepeko misionin e ka me qenë zëri i industrisë prodhuese të frutave të perimeve të Kosovës. Tash benefitet që i përfitojnë bizneset duke qenë pjesë e shoqatës, na i kemi ndarë në 4 grupe. Grupi i parë është informimi. Do të thonë, ne grumbullojmë informacione, i përpunojmë informacionet edhe të njëjtat i ndajmë me anëtarët. Do të thonë, gjitha informatat e rëndësishme që mundën me qenë relevante për industrinë, ne i grumbullojmë, i përpunojmë edhe i shpërndajmë. Me një shpejtësi shumë të jashtëzakonshme, do të thonë, për arsye se ne si shoqat kemi burime shumë ndryshme informimit. Kur po flas për informacion, nuk po flas për lajme, po flas për mundësitë financimit, po flas për mundësi pjesëmarrëse në panajire, mundësi ndryshme që ndihmojnë biznesin me u zhvillu. Komponent tjetër shumë e rëndësishme me cilën ne si shoqat i ofrojmë bizneseve është qasja në tregje, do të thonë është një mundësi shumë e mirë. Këto e bëjmë nëpërmjet të panajireve të ndryshme vendore ndërkombëtare, forumit ekonomik, forumit Food Sector Forum që organizojmë çdo vit, edhe Sales Mission, aktivitete ndryshme që shkojmë i vizitojmë blerësit në vendet të ndryshme të Evropës. Pastaj komponent tjetër shumë e rëndësishme është përkraja teknike, domethënë trajnime të ndryshme, certifikim, marketing, shitje, aftësi negociuese e të tjera, lloj-lloj trajnime të ndryshme varësisht për nevojave të industrisë, edhe e katërta e fundit, po jo më pak rëndësishme, është edhe lobimi edhe avokimi. Ne si shoqat kemi marrë shumë iniciativa ndryshme me qëllim që t'i adresojmë disa sfida dhe probleme që i ka industria, me qëllim që pastaj këto të arrijnë deri tek politikbërja edhe të merren parasysh gjatë hartimit ligjeve, strategjive, politikave të tjera. Do më pak a shumë, këto janë benefitet. Na nuk punojmë veçanërisht për një kompani, na përfaqësojmë një grup të tërë të kompanive, të cilat janë bizneset të ndryshme, po janë për brenda industrisë janë homogene, kanë kërkesa të njëjta, edhe këto kërkesa gjithmonë kur adresohen tek organet kompetente, ministrit, institucionet të ndryshme, pastaj benefiti është i dukshëm pothuajse për gjitha bizneset që janë në industri. Një fokus të veçantë kemi në përkrajt e bizneseve të grave, veçanërisht bizneseve të voglave të grave, për arsye se këto biznese nuk kanë kapacitet financiar që me zhvillu aktivitet të ndryshme, pastaj na ofrojmë përkraje teknike, trajnime, informacione, i ofrojmë mundësi me promovu sikur në tregun me rrota, kështu që jemi mundu që me bo një shpërndarje të mundësive për gjitha bizneset, edhe për startupet, edhe për bizneset e grave, po veçanërisht normalisht kemi një fokus kogja të madh të bizneset e mëdha, për arsye se
ndikimi i tyre socioekonomik është shumë fish më i madh. Një biznes i madh mbulon për shembull grumbullon një sasi të madhe të perimeve me 1000 tona që 200 biznise të tjera të grave. Prandaj na asnjëherë nuk e humbim fokusin tek zhvillimi ekonomik. Pastaj edhe kjo pjesa e përkrajës të startupeve dhe bizniset të grave normalisht është shumë e rëndësishme, për arsye se gradualisht edhe këto biznise kalojnë të urrit edhe arrin një nivel ku pastaj kanë tyra, kanë shitje, rrisin punësimin, grumbullojnë sasi të konsiderueshme, perimeve ju mundësojnë fermerëve lokal ku t'i shesin produktet e tyre, edhe kështu 3-4 vite kemi pas bizniset që kur kena fillu bashkëpunimin me shoqat, ka qenë një biznis shumë i vogël, 2-3 punësum, 3-4 vite për kraje, angazhim, motivim, kanë arrit me u bo 10-15 punëtor, ka fillu me rrit kapacitetet dhe ka fillu me eksportu në vendet ndryshme të Evropës. Kështu që ka shumë benefite për të qenë pjesë e shoqatës. Domethënë, është njëjtë sikur nuk është njëjtë si me qenë tifoz edhe me qenë lojtar. Lojtari mundet me shënu gol. Tifozi gjithmonë vetëm gëzohet. Kështu që na bizneset që janë anëtarë të shoqatës kanë mundësi me përfitu nga benefitet që jep. Kurse ata që nuk janë pjesë e shoqatës, ata vetëm munden me i pa sukseset edhe rezultatet që arrim neve si shoqat. Isha ndalë pak edhe tek bujqësia në Kosovë, që shpërqendron në Kosova këtë vit me bujqësinë? Fatmirësisht, e kena pa tash është dhe fushata e Koreshires në qytetet ndryshme të Kosovës, kanë fillu disa fruta me u pjek, perimet kanë fillu me eksportu. Kemi pas një qërshor kogjat në nxehtë, i cili ka pas shumë benefite për shumicën e kulturave bujqësore në Kosovë. Pastaj kemi një korrik kogjat të mirë me temperatura normale për korrikun, edhe si rezultati kësaj këtë vit kemi rendiment të jashtëzakonshëm shumicën e kulturave bujqësore, tu përfshi grurin, frutat e imda, si boronica, domatja, në komunën e Mamushës, rreth 5-6 maune në ditë eksporton në vendet ndryshme të Evropës, mbi 100 tona mesatarisht në ditë eksporton domate, jo vetëm nga komuna e Mamushës, po edhe nga komuna tjera. Tash ka fillu këto specet sëmborka që i njofim me u pjek, me u vjel, domethënë edhe rezultatet janë jashtëzakonisht shumë mira. Sa i përket çmimeve, normalisht është normale kur në ato vite kur kemi sasi më të madhe të prodhimit, që çmimet janë pak më të vogla, por nëse krahasojmë në vitet e kaluara, po mendoj para 7-8 vite, 10 vite, tash kemi një stabilitet goxha të madh të çmimeve, nuk kemi luhatje shumë të mëdha çmimeve të kulturave bujqësore. Kjo nuk është e mirë për konsumatorin, po në anën tjetër është shumë është e mirë për fermerët se ata e kanë një stabilitet. Mund planifikojnë pastaj më gjatë se çka të mbjellin, cilat kultura bujqësore, ku mund t'i plasojnë, edhe ju krijon një siguri atyre që të kenë një vazhdueshmëri kultura bujqësore që ata i kultivojnë. Atëre për fond, ju bojmë një thirrje me u bashkangjit prej 20 korrikut të hanën, krejt bizneset tregut me rrota dhe me i promovu produktet e tyre vendore. Të hanën në qenë qytet po fillani? Fillojmë në Prishtinë, në sheshin Zajfa e Zidit. Po, edhe ju bojmë thirrje gjithë konsumatorëve që cilët kanë dëshirë me ble produkte vendore, gjithashtu ju bëjmë thirrje edhe gjithë diasporës që të kenë mundësi të afrohen te tregu edhe të shohin kualitetin e produkteve vendore, edhe normalisht t'i shijojnë edhe pastaj t'i kërkojnë në treg. Kur konsumatori kërkon një produkt në treg, tregtarët domosdo i ofrojnë ato konsumatorëve edhe krijon mundësi të reja për prodhuesit e Kosovës. Shumë faleminderit Hartim për krejt detajet, neve nuk na mbetet kurrë tjetër veç me ju uru shumë suksese. Faleminderit shumë për mundësinë që na jepni gjithmonë për aktivitetet e shoqatës tonë. Faleminderit shumë.